Rikthehemi, dëgjua Tanjën tashmë, vath në vesh çdo gjë që Tanja tha. Gjithë informacionet që ne duhem padyshim, po nga ana tjetër, siç edhe paralajmëruam në krye të emisionit, e kemi parë që për secilin prej nesh ndoshta rreshjet kanë shkaktuar probleme edhe në mënyrën se si i drejtojmë automjetet. Por padyshim do na duhen këshillat e duhura në këtë rast për të parë dhe për të kuptuar ndoshta cilat janë mënyrat që ne mund të përshtatemi, ndaj edhe ditën e sotme kemi kënaqësinë që mëngjesin tani me ekspertin rrugor, zotin Fatmir Hashim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që jeni me ne sot. Tani për secilin prej nesh në periudha të ndryshme është meraku i transportit, i mënyrës se si drejtojmë automjetet tona, po sidomos gjatë periudhës që temperaturat ndryshojnë edhe moti ka më shumë rreshje. Ndërkohë, cilat janë ato këshilla që ju jepni që në momentin e parë që flitet për to? Duke ju falenderuar për ftesën, sepse është me të vërtet një pyetje shumë e bukur dhe në kohën e duhur, pasi neve në këto lloj kushtesh, duke qenë se edhe pak mangësi kemi si drejtues mjetesh, i kemi të domosdoshme këshilla. Edhe në kodin rrugor është e përcaktuar rigorozisht që në kohët e kushteve atmosferike jo normale, mirë është që të kemi një sjellje tjetër në rrugë. Tani, kryesisht, duke qenë se ne kemi të bëjmë me rreshje të shtuara, dhe mbi të gjitha kur uji del dhe mbi karrexhat, pra pjesa e rrugës në cilën lëvizin mjetet, domosdoshmërisht duhet hequr këmba nga gazi dhe ne duhet jemi shumë herë më të kujdesshëm se sa kur rruga është e thatë. Ka një element të cilin neve e përdorim, ka një fenomen që quhet aquaplaning, që kur sasia e ujit mbi rrugë rritet, ky ujë futet në ato kanalet që ka goma dhe në qoftë se ne jemi me shpejtësi mbi 65-70 km/h. Këtë reduktim po e bëj pak profesionalisht në kushtet e Shqipërisë. Ne nuk kemi më kontroll mbi mjetin, më mirë kuptoni. Pra duhet reduktuar shpejtësia të paktën më poshtë 70 km/h, pavarësisht se shpejtësia lejuar mund të jetë 80 ose më lart. E para, kjo gjithmonë kur sasia e rreshjeve është e madhe dhe ai uji ka kaluar mbi karrexhat. E para. E dyta, ndërkohë, duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër. Gjithë sistemin e mjetit duhet ta kemi në funksion të plotë. Që nga fshirësit e xhamit, që nga ai lëngu që duhet ketë makina për të pastruar në kohë të caktuar, sepse mund të kalojmë në një rrugë e cila mjetet më përpara ka qenë me balt dhe na zihet shumë shpesh ai xhami, pra duhet pastruar në mënyrë të mirë që shikueshmëria të rritet. Ndërkohë, nga krahu tjetër, gjithmonë duhet kemi parasysh të ndjekim me korrektesë edhe sinjalistikën e vendosur edhe në rastet e emergjencës, por ndërkohë, kur ka edhe polici në rrugë, të ndjekim në mënyrë korrekte dhe të rregullt këshillat që japin policët. Po, ju e thatë atë pjesën e ujit që është mbi karrexhat, pra që është mbi rrugë, pra që del, edhe për pjesën e shpejtësisë. Por ne tashmë jemi të prirur që të themi për faktin që kur nuk ka pellgje të mëdha me ujë, aty ne e reduktojmë shpejtësinë. Pra, duhet jetë gjatë gjithë kohës konstante mënyra e shpejtësisë? Jo vetëm të ruhemi pellgjeve që krijohen? Shiko, kjo është e saktë nga pikpamje teknike që në qoftë se niveli i ujit mbi karrexhat është i rritur, po themi, bëjmë çik se s'mund ta them dot me centimetra, po është rritur dhe gomat pjesën e fundit e kanë në ujë, ky është momenti kur ndodh ky fenomen. Pra nuk kemi të bëjmë me gropa dhe sa më shumë, nëse ti futesh në një thellësi diçka më të madhe, ky fenomen rritet dhe në varësi të shpejtësisë që kemi, bëhet shumë herë më i rrezikshëm. Pra, në të tilla raste, ku mund ta ndjejmë ne problemin të paktën në makinën tonë, në automjetin tonë, mund ta ndjejmë tek timoni që nuk kemi balancën e duhur në drejtimin e mjetit? Po ju a them edhe shkencërisht edhe e provuar në realitet. Në qoftë se ju hyni me një shpejtësi thash mbi 70 km/h në një sasi uji mbi karrexhat, ju nuk keni më sistem drejtimi në duart tuaja. Dhe mbi juve vepron vetëm aquaplaning, pra ku të doj ai i çon rrotat. Më mirë kuptoni. Ky është një element shumë i rëndësishëm dhe duhet të dihet nga të gjithë. Prandaj, duke ulur shpejtësinë, ne zvoglojmë në minimum efektin e rrezikshëm të këtij fenomeni.
Po ndërkohë, ne na dëmtohet edhe makina, apo jo në momentin që mund të jemi duke ecur përgjatë një rruge që mund të ketë edhe shirat, niveli, ajo çfarë po përmendnit edhe ju pak më parë. Çfarë pëson në këtë rast makina? Do duhet të drejtohemi menjëherë tek një mekanik pasi ka kaluar kjo periudha e shirave? Do t'i ndajmë mjetet në dy grupe kryesore. Mjetet me naftë dhe mjetet me benzinë. Mjetet me benzinë ka një rrezik të shtuar në shtimin e ujit në Karexhat ose në rrugë të cilat janë të mbuluara nga uji. Janë më të prirur drejt defekteve që ka makinat me benzinë. Ndërsa makinat me naftë ka një rezervë më të madhe në këtë rast, vetëm rreziku në rast se uji shkon deri tek filtri i ajrit, pra ajo që thith ajrin, atëherë edhe për makinat me naftë ky rrezik është evident dhe shkon deri në bllokim të motorit. Prandaj, e mira është të eliminohen kalimi i rrugëve me sasi të shtuara uji, por ndërkohë, do t'ju jap dhe një shembull konkret. Po. Ka vende për shembull që kur uji bie me një sasi shumë të madhe, brenda një kohe shumë të shkurtër, që rritet më njëherë niveli i ujit, të mundohemi të shmangemi pikërisht kësaj sasie të madhe, duke e çuar makinën në vende diçka pak më sipër, gjithmonë kur ekziston mundësia. Por e mira është që kujdesi duhet të jetë në çdo kohë. Pastaj, nëse makina ka marr ujë te pjesa e motorit, porosia e parë dhe kryesore është, nëse motori është fikur, ju lutem mos tentoni ta ndizni. Lërini në atë gjendje. E qartë. Po ndërkohë, kjo është porosi domethënë e plot, që në qoftë se të fiket motori për arsye të ndryshme, gjithmonë po themi të ujit, mos tentoni ta ndizni sepse do të ta shkatërroni më herë. Po çfarë të bëjmë në atë rast? Atëherë do të qëndroni në vend, mundohuni ta merrni makinën me këto ndihmat e shpejta, këto karatrecët, dhe të shkojë te mekaniku që të bëjë një kontroll të përgjithshëm sa dhe si ka hyrë uji, deri në çfarë elementi, sidomos për këto makina dhe të ndikon direkt tek sistemi elektrik, ku mund të ketë ndonjë zhveshje në një gjë. Po sidomos tek motori, sepse bllokon motorin. Ndërkohë nga ana tjetër, me që jemi te kontrollet e makinës, sa rëndësi kushtojmë ne gomave të automjetit, duke qenë se tashmë në periudhën e lagështirës së madhe, në periudhën e dimrit, mbase ne nuk i kushtojmë rëndësi rrëshqitshmërisë që goma mund të ketë. Keni bërë një pyetje shumë të bukur dhe këtë po ua jap përveç profesionit, po dhe me dije konkrete. Në muajin janar të këtij viti më duhet të bëja një udhëtim jashtë shtetit për të shkuar në një vend i cili e kam nxjerrë edhe në rrjetet sociale, i cili ka edhe borë edhe shinë sasira të shtuara. E para gjë që bëra ndrova gomat sepse nuk ishin në atë lloj gjendje për të përballuar këtë situatë dhe po t'ju them me plot gojë. Gomat janë 80% e mjetit në rrugë, në çdo lloj situate, edhe të thatë dhe të lagësht, edhe me borë, pra gomat janë 80% e mjetit që ne të jemi të sigurt në rrugë. Në qoftë se ne kemi goma të mira, natyrisht, do të bëjmë ndarjen e gomave të dimrit me të verës. Ka dhe tash të quhetura goma 4 stinore, të cilave unë pak ju besoj nga pikpamja profesionale, dhe prandaj në botë goma do ndrohen 2 herë në vit. E para, dhe e dyta, nuk duhet të harrojmë edhe pjesën tjetër. Dhe gomat kanë një afat përdorimi. Nuk mund të tejkalohet afati përdorimit që të thot kompania kur ti ke ndruar gomat. Në qoftë se gomat janë për një nivel 40 dhe në 15 kilometra, ky duhet të jetë kufi maksimal dhe ne duhet jemi të përgjegjshëm që në këtë moment kur të vi të ndrojmë gomat, pasi konsumimi i gomave e shton rrezikun në rrugë dhe mbi të gjitha shton këto efektet e fenomeneve atmosferike. E qartë, po aksidentet, pjesa më e madhe e tyre, të paktën edhe nga ju si ekspert, ndodhin për shkak të gomave, pra është ky shkaku kryesor, mund të listojmë të paktën në disa shkaqe në bazë të aksidenteve të fundit që mund të kenë ndodhur nga lagështia në territorin shqiptar? Shiko, në radhë të parë janë veprimet e drejtuesit të mjetit, që në qoftë se, siç e tham pak më përpara, ka domethënë ujë të shtuar në rrugë dhe ti vazhdon ecë me shpejtësi. Pra rregullimi nga ana e drejtuesit të mjetit në mënyrën e lëvizjes. Por ndërkohë, gomat kanë thashë dhe herë efektin e tyre, sidomos sidomos në rrugët, të cilat për shembull janë me kthesa, dhe njëri kraj i kthesës mban ujë. Do t'ju jap një shembull, në Unas të Lushnjës është një pjesë
e cila ka qenë gjithmonë rrezik i shtuar kur ka pas shira mbi mesataren. Atje grumbullohesh ujë sepse nuk pastrohesh me njëherë, pra nuk drenazhohesh, dhe makinat futeshin me shpejtësi dhe ndodhte ky fenomen dhe pastaj dilnin komplet jashtë rruge. Ka pas shumë raste të ndodhjes së këtij fenomeni pikërisht në rrugë specifike. E njëjta tillë është për shembull po dhe në kthesën sa del nga Vora në drejtim të Durrësit. Nëse vini re, ku ka një pjerësi të rrugës, edhe rrezja e kthesës është e tillë që marr ujë. Këto janë vende të rrezikshme, por ndërkohë sot këto janë lajmëruar me tabela të sinjalistikës rrugore. Kujdes sepse është rrëshqitje. Për të gjitha fenomenet sot ne kemi sinjalistikë rrugore të dedikuar. Ndërkohë ju i përmendët disa nga faktorët dhe ndoshta rrezikshmërinë më të madhe, po nëse kthehemi në praktik, ajo çfarë bëjnë shoferët më shumë gjatë periudhës që kemi lagështira, që janë gabime, cilat janë? Përveç shpejtësisë që përmendëm. Ta fillojmë që nga shpejtësia. Ta fillojmë nga kujdesi në rrugë për të ruajtur drejtimin e lëvizjes sipas sinjalistikës rrugore, e cila të paktën është mbi rrugë dhe mbi ujë, atje ku janë shigjeta që kemi të bëjmë me kthes, atje ku kemi tabela që themi ulni shpejtësinë e të tjera. Pra respektimi sinjalistikës rrugore, sidomos në kohë të keqe, unë mendoj se është një nga detyrimet që kanë drejtuesit e mjeteve dhe nuk duhet i bëjnë gabimet. Ju e parë mbrëm dëgjova që një mjet në portin e Barit kishte rënë në ujë. Unë jam i sigurt që ai nuk ka dalluar dot korsinë të cilën lëvizte. Dhe kjo për shkak të sasisë së madhe ndoshta të rreshjeve që ka pasur. Pra, duhet të ndjekur me rigorozitet dhe korsia e lëvizjes, por gjithmonë shpejtësia duhet ulet minimum që të kemi mundësi të ndalojmë dhe të marrim masat për të rregulluar drejtimin e lëvizjes. Ndërkohë, kjo kohë, sidomos kur fillojnë shirat, trafiku është shumë i shtuar. Të paktën në kryeqytet trafiku është shumë i shtuar, por edhe në autostrada, në rrugë që lidhin qytetet të ndryshme. Ky fenomen ndodh vetëm për shkak se qytetarët marrin makinat e tyre, pra duke qenë se ka rreshje, apo ndodh edhe për faktin që le të themi ka ndonjë lloj bllokimi në kryeqytet. Apo dhe ulja e shpejtësisë ndoshta. Apo dhe ulja e shpejtësisë mbase. Po, shiko, e para një herë duke qenë se kur dije shi i nxjerrin të gjithë mjetet, sepse duhet të mbarojnë detyrimet e tyre, duke filluar që nga çuar fëmijët në shkollë. Po ndërkohë, edhe ulja e shpejtësisë së lëvizjes, dhe mos harroni se nëse ka një shpejtësi më të madhe lëvizjeje, nga mjeti që vjen përpara vjen një sasi më e madhe ujë tek xhami juaj, në të njëjtën kohë që fshirët e xhamit nuk arrin dot ta pastrojnë dhe detyrimisht i ul shpejtësinë, ajo rritet distanca midis mjeteve dhe kjo është si ai fenomeni që janë ato njëra mbas tjetrës. Pastaj fenomeni tjetër më kryesor që unë mendoj kur shtohet domethënë sasia e rreshjeve, detyrimisht thash edhe një herë, duhet ulet shpejtësia. Të jemi sa më të sigurt në rrugë dhe të ecim më mirë të shkojmë pak më vonë në destinacion, po të shkojmë sigurt. Zoti Hasha, ka ndonjë mënyrë për të ulur trafikun ndoshta gjatë periudhës me shi, përpos ju përmendët se për çfarë shkaktohet, po a mund të ulet? Shiko, në kushtet e Tiranës, me këtë numër super të shtuar të mjeteve në qarkullim, sepse ne kemi një shtim të mjeteve, edhe të mjeteve me qira, edhe të mjeteve në shërbimin publik si taksit, përfshirë mjetet private, duke qenë se Tirana është edhe kryeqyteti i cili mbledh dhe shumë persona që vinë nga qytetet të tjera, pra mund të arrihet në një numër të tillë sa edhe ato rrugët nuk i përballojnë dot, sepse ka një marrëdhënie midis rrugëve edhe numrit të mjeteve. Ju po të vini re në orët e paradites dhe të mbasdites për të hyrë të dalë nga Tirana, qoftë dhe në kohë të thatë dhe shumë të bukur, koha zgjatet pafundësisht, pikërisht për shkak të numrit të shtuar të mjeteve. Po, pikërisht me trafikun pra ju thoni që nuk ka asnjë lloj mundësie për ta zgjidhur këtë, vetëm për shkak të mjeteve, apo për momentin me këto lloj rrugë që janë, duhet vetëm vëmendje e shtuar, sepse një përplasje e vogël midis dy mjeteve, kur them e vogël me pasoja shumë të vogla, mund të shkaktojë një trafik për 10 minuta ose çerekore, ai sa është mjaftueshëm të bllokohet gjysma e unazës Tiranës. E qartë. Ndërkohë ju përmendët unazën e Lushnjës edhe kthesën te unaza e Lushnjës edhe në dalje të Vorës, por cilat janë zonat, pra autostradat ose zonat në territorin shqiptar për të cilat ju mund të flisni
që ka më shumë të aksidente? Shiko, numri aksidente, rrugët që ne kemi më të rrezikshme dhe ku aksidentet janë me shumicë, ne kemi për shembull nga Miloti në Lezhë dhe nga Lezhja në Shkodër, e cilat janë për shembull dy rrugë të cilat për shumë arsye, sepse po t'i rendis tani duhet t'i kohë shumë e gjatë, për shumë arsye kanë numër të shtuar aksidentesh. Kemi rrugën për shembull nga Elbasani deri në Qafthan, të shpresojmë me rrugën e re që do të bëhet me karrexhatat pavarura të minimizohet kjo. Kemi rrugën nga Pogradeci deri në Korçë, prapë që është rrugë e rrezikshme. Pra kemi disa rrugë ose nga Rogozhina në Elbasan, që është një rrugë me rrezikshmëri të madhe, pavarësisht masave të shtuara me sinjalistik, reduktimin e shpejtësisë në shumë vende, prapë janë disa elementë të cilët e rrisin rrezikshmërinë. Pra kemi disa rrugë që ekziston mundësia, por gjithmonë ka arritur një moment ku drejtuesit e mjeteve mund të jenë determinantë. Pra në qoftë se rregullohet mënyra e lëvizjes, marrja e masave, respektimin e ekstrem i rregullave të qarkullimit rrugor, natyrisht që edhe numri i aksidenteve duhet të ulet. Sa të përgjegjshëm janë drejtuesit e mjeteve në Shqipëri? Shihni që ata e kanë një lloj përgjegjësie, të paktën mundohen të ruajnë veten edhe tjetrin, apo një pjesë e madhe e tyre tashmë si edhe kundër edhe kemi parë në raste të ndryshme janë të papërgjegjshëm në drejtimin e mjetit? Për momentin nuk shikoj në një pozitivitet në këtë lloj sjelljeje dhe për këtë jam koshient. Prandaj duhet punuar më shumë, ja dhe ky emisioni juaj ka vlerën e vet për të dhënë ato porosit që duhen, por ende nuk po shikoj këtë ndërgjegjësim dhe vazhdojmë të jemi ende pa them në thonjzat e egër në timon kur kemi mundësi që të sillemi më butë, sepse në fundit mbrojmë jetën tonë dhe të tjerëve. Ky është problem ende në Shqipëri dhe unë kam dhënë një afat, po themi, deri në fund të 27-s do ta kemi pak të trend për të ardhur keq. Pse ky afat deri në fund të 2027-s? Çfarë do ndodhë? Lidhet edhe me marrjen e lehtë drejtimit në një periudhë që ka pas pak abuzime. Ky është mendimi im, gjithmonë, është personal. Pra mendoni që pas asaj periudhe do jemi më të rregullt në rrugë dhe më të sigurt rrjedhimisht? Gjithmonë shpresojmë, duke ushtuar edhe këto emisione tuaja me ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve, sidomos të drejtuesve të cilët kalojnë moshën 23-25 vjeç dhe që bëhen, po themi, të zotët të timon, të cilët kanë filluar të jenë problemi kryesor për mendimin tim. A është kjo mosha më e rrezikshme në rrugë? Sipas statistikave kjo moshë del nga 25 dhe 35 që ka një numër më të madh të aksidenteve. Po, kjo ndodh për shkak të faktit që ata krijojnë atë sigurinë në rrugë edhe më pas. Pikërisht pra. Okej. Sepse besimi tepër ti nxjerr. Në momentin që ne bëhemi të sigurt, në atë moment ne duhet jemi më të përgjegjshëm dhe të heqim këmbën nga gazi. E qartë. Po, ju e përmendët edhe pak më përpara që sipas mendimit tuaj gjithmonë janë bërë abuzime me faktin e marrjes së lejes së drejtimit. Kjo gjëja ka funksionuar me kohë sipas jush, pjesa e abuzimeve që kanë ndodhur për marrjen e lejes së drejtimit? Ka pas një problematikë të shtuar, të cilat janë edhe publikuar, kur kanë pasur janë marrë leje drejtimi pa qenë fare personi, për shembull, dhe këto raste janë për të ardhur keq, sidomos për drejtues mjetësh që jetojnë edhe jashtë shtetit, që kanë pas mundësira, po themi, dhe kur vinë këtu në Shqipëri pastaj gjende përpara tabelave të cilat nuk i njohin. Unë kam thënë dhe e them gjithmonë, tabelat e sinjalistikës rrugore ose sinjalistika rrugore në përgjithësi, si horizontale dhe vertikale, është alfabeti për të lexuar rrugën. Nëse ti nuk di alfabetin, nuk mund ta lexosh rrugën. Dhe si pasojë, natyrisht do bësh aksident. E qartë. Zoti Haçi, ju falenderojmë shumë për të gjithë analizën, në të njëjtën kohë dhe këshillat që nevojiten për secilin që është përdorues i rrugës. Kështu që faleminderit shumë për mëngjesin e sotëm. Faleminderit edhe kënaqësi. Gjithë mirat. Mirupafshim, ditë të mbar. Është vërtet kujdes